Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura kam sjell mënyrën se si përgatis unë kadayif tradicional me arra. Përgatitja është shumë e shpejtë, bëhet një ëmbëlsirë shumë e mirë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Kam një tub me kadayif të thatë, të cilin e kam blerë në ëmbëltore. Mund ta gjeni nëpër ëmbëltore të ndryshme në Kosovë dhe Maqedoni, kurse ju motra që jetoni nëpër Evropë mund ta zëvendësoni me kadayifin e blerë në market, i cili është gjysmë i pjekur, vetëm se e mirë shpreshni dhe përsëri do e pjekni. E coptojmë kështu me dorë derisa të bëhet copsa të jemta. Pra përgatitja është shumë e thjeshtë e kadayifit. Jam duke përgatitur në mënyrën tradicionale të kadayif me arra. E shprishim vetëm se dhe pak. Kam bërë shprishjen e gjithë kadayifit, e kam coptuar kështu në copsa të vogla, sikurse ato fidet kur përgatisim supë është bërë ndjeri në atë mënyrë. Atëherë marrim dhe i hedhim sepër të lynë. Këtu kam 300 grame të lynë, të cilën e kam coptuar në copsa kështu. Ju mund të përdorni dhe margarin, qofse nuk mund të gjeni të lynë, dhe copsat e coptuara të lynit i përhapni kështu nëpër sipërfaqen e margarinit. Mundohemi që t'i përhapim njëjtë, dhe me thënë me lartësi të njëjtë. Dhe kadayifin e fusim në furrë të nxehtë 180 gradë për 10 minuta. Kadayifin e kam larguar nga furra, ka filluar që të pjekët, mirëpo është pjekur vetëm se shtresa e parë. Në çdo pjekje pjekët vetëm shtresa e parë, dhe tash do e përzij kështu, dhe gjalpa po ashtu ka filluar që të shkrihet. Përzij mirë. Mundohemi që shtresa e pjekur të kaloje në pjesën e poshtme. Dhe e fusim në furrë përsëri në të njëjtën temperaturë dykon për 15 minuta. Kadayifin e kam larguar nga furra për të dytën herë, siç e shihni është pjekur mirë, ka marrë një ngjyrë të mirë pjesa e sipërme. Atëherë përsëri e përzij, si që shifni këto truqat, mundohemi që t'i shprishim dhe e përzij mirë që pjesa e poshtme të kaloj në pjesën e sipërme, dhe në këtë mënyrë bëjmë pjekjen për disa herë, mirëpo në secilën herë do ju demonstroj se si i ndryshon ngjyra. 5 ose 6 herë mundohemi që t'ja ruajmë ngjyrën në temperaturë konstante. Kështu e prishim këtë truqe. Dhe kadayifin e kthejmë përsëri në furrë për 15 minuta tjera në temperaturë të njëjtë. Kadayifin e kam larguar nga furra për herën e tretë, e përzij përsëri, pra vetëm se ka filluar që të merr atë ngjyrën e duhur, mirëpo do e pjekim edhe pak, derisa ta merr një ngjyrë pothuajse si të kuqrem, atëherë është pjekur mirë. Pra tash nuk nevojitet shumë përzierja, sepse gjalpa vetëm se shkrihet tërësisht. Dhe kadayifin përsëri e kthejmë në furrë në të njëjtën temperaturë për 15 minuta. Kadayifin e kam larguar për herë të katërt nga furra, do e përzij vetëm se është pjekur, na nevojit edhe një herë ta fusim në furrë, dhe kadayifi është mjaftueshëm i pjekur, pothuajse ka filluar që ta merr ngjyrën e njëjtë pjesa e sipërme dhe e poshtme e kadayifit, janë nga përzierja vërejtës. Dhe kadayifin përsëri do e fusim furrë të nxehtë në të njëjtën temperaturë për 15 minuta tjera.
Kadaifin e kam largu nga furra e përzi, pra si që shifët e shpjekur shumë mirë, sa më i mirë që të pjekët, sa më mirë që të pjekët kadaifi, aq më mirë do jetë, sepse në qovë se e lajmë të pa pjekur, atëherë do zbutet kur t'ja hedhim shërbetin. Kam harruar që të cekë se unë pata kadaif të verdh, kurse kadaifi që është pa vezë, ai i bardhi, do zbutet, për atë arsye kur të merrni që të bleni nga ky i verdhi. Pra si që shihni është formuar të gjitha një ngjyrë, dhe pjesa e poshtme dhe pjesa e sipërme e kadaifit. Atëherë e lojmë që të ftohet plotësisht. Kadaifi është ftohur plotësisht, atëherë marrim kështu një tepsi drejt konçe me dimensione 25 cm dhe hedhim gjysmën e pjesës së kadaifit, do më thënë dikon 250 gram, hedhim kështu tek pjesa e poshtme. Besoj se është mjaftueshëm. Tash marrim arra dhe do ja hedhim dikon 450 ose 500 gram me arra. Pra në mes ja hedhim arrat, përhapim kështu. Pak me duar, i shtypim dhe hedhim pjesën tjetër të kadaifit, pra shtresën e dytë. Kemi hedhur dhe gjithë kadaifin e ngelur, pra gjysmën tjetër, dhe tash do e përhapim në përtepsi, pra të shtrojmë në mënyrë të barabartë në për të gjithë tepsinë. Kur t'ja hedhim shërbetin, do rrafshohet vetë, nuk do ketë nevojë që ta shtypim me diçka me ndonjë gota, vetëm se nga shërbeti do rrafshohet vetë. Pasi kadaifin e kemi vendosur apo e kemi kaluar në këtë tepsi, atëherë bëjmë përgatitjen e shërbetit. Tu kam hedhur 1 kg sheqer dhe 520 ml me ujë, ja shtoj një vanilë sheqeri dhe një gjysmë limoni e marr dhe ja shtrydhi lëngun, pra që mos të kristalizohet sheqeri. Kur ta hedhim, do me thënë tek kadaifi shërbetin, mos të kristalizohet në ditën e nesërme, kështu lëngu i limonit ndihmon që shërbeti të ngelet ashtu i lëngshëm. Rrizim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin duke e përzierë vazhdimisht derisa të fillojë të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, atëherë ulim pak temperaturën dhe e zim derisa t'i largohet shkuma në pjesën e sipërme. Shërbetin e kam zi dikun 6-7 minuta dhe siç e shihni ju ka larguar dhe shkuma e formuar sipër, atëherë e largojmë nga zjarri. Shërbetin pasi e kemi larguar nga zjarri, atëherë ja hedhim gjysmë filxhani me ujë të ftohtë ose 50 ml, e përzim mirë që uji të përhapet, pra lëngu i limonit dhe uji tash i hedhur i ndihmon që mos të kristalizohet sheqeri kur t'ja hedhim shërbetin kadaifit. Dhe tash kështu valë të nxehtë e hedhim shërbetin tek kadaifi i shtruar në tepsi. Pra kadaifi duhet të jetë i ftohtë, kurse shërbeti valë i nxehtë. Mundohemi që ta bëjmë çdo shtresë të kadaifit me shërbet. Si që shihni, ka një aromë shumë të mirë dhe përgatitja shumë e lehtë.
Kemi hedhur dhe gjithë shërbetin, tash kadaifin e lajmë që të shtohet dikun 6 shtator në frigorifer apo dikun në një vend të freskët dhe do jetë gati për konsumim. Kadaifi pasi është ftohur mirë, atëherë është gati për konsumim, por në fillim do e prej. Unë do e prej kështu në katrore që ta kem më lehtë kur të bëj servimin. Ju mund ta preni në forma të ndryshme, por në katrore besoni se do jetë më mirë, më i bukur do det. Kemi prerë në katrore kadaifin, atëherë sipër e dekoroj me thelbi harre, kështu tek secila mund ta dekoroni me shkat të doni, mirëpo me harra del shumë mirë. Dhe kadaifi është gati për servim, ta largojmë dhe një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Duket se është shumë i mirë, besoj se dhe shija nuk ka për një mungu. E largojmë kështu me shumë kujdes, pasi që pjesa e parë del me shumë vështirësi, duhet që të keni kujdes. Ja dhe si duket kadaifi, ka dalë shumë i mirë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer mënyra se si përgatis unë kadaif tradicional me harra. Gjithë ju motra që e përgatisni, ju bëft mirë, kurse ju që pëlqeni videot e mia, jepni komente të bukura, ju faleminderit. Gjithë ju motra që e përgatisni, mund na shkruani në koment se si u ka dalur. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.